Ilir Proda është shkarkuar nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të Policisë Shtetit me vendim të kryeministrit Edi Rama, ndërsa në vend të tij është komanduar zëvendësi Sokol Bishga. Largimi i tij vjen pas mosgarantimit të sigurisë ndaj qytetarëve në protestën e PD-s, por edhe në sfondin e hetimeve të thelluara nga Spaku, që prej muajsh po verifikon dyshime serioze ndaj Ilir Prodës, tashmë ish kryepolic. Emri i Prodës është përmendur në kuadër të hetimit për dekonspirimin e një operacioni të madh ndaj organizatës kriminale Çopja, ku nga 33 urdhër arreste të lëshuara u ekzekutuan vetëm 13 masa sigurie. Në vitin 2024, Spak sekuestroi celularin e tij për të analizuar komunikimet, ndërsa dyshimet përfshin shpërdorim detyre dhe nxjerrje informacioni sekret. Gjithashtu, në dosje përmenden dyshime për lidhje me Suel Çelën dhe grupin e troplinjve në Durrës, element të njohur të botës së krimit të organizuar. Një tjetër element që rëndon pozitat e tij janë raportimet për kontakte të afërta me Ergys Agasin, person në kërkim për çështje të lidhura me aferat e AKSH-it. Sipas burimeve, takime të shpeshta mes tyre janë dokumentuar dhe po analizohen nga prokurorët e posaçëm. Nëse provat konsiderohen të mjaftueshme, nuk përjashtohet që ndaj Ilir Prodës të kërkohet mas sigurie, arrest me burg, duke vendosur atë në radhën e zyrtarëve të lartë që janë përballur me drejtsinë e re.